Selam aleikum. Mirë u takoshin që gjithë se kemi pas edhe këto mungesat e Po, sa ditë u bë? Bueno, se më Në 4-5 ditë, po. Dhe ka dhe që kanë qenë mungesa me arsye. Po, Se- po, elhamdulillah. Jo, se- pata në sinxhiri zëri. Edhe pak koll. Pak koll, po. Po Qa- shiqyr, inshallah po kalon. Okej. Ne themi inshallah pastrim tamam në Ramazan, Mashallah. sepse një Ramazanin që fal, po edhe sprovat fal. Faktikisht, këto personale shqyqyr zotit apo do ta ka dhënë pastrim, po kështu kolektive na kemë mungu se A, njerëzit inshallah. na kanë shkruajtur shpesh për podcastet e mëngjesit. Po mirë, na 17-18 ditë ishim konsekuent besoj. 17 ditë para shumë. Po diçka e tillë, kemi qenë Shoqja. afër kësaj. Besoj ne edhe po themi kështu se nga që si shohim Inshallah. shumë aty, po ke komentet i ke gjithë, ke qenë 16 ditë, ke qenë 15, Po, ke qenë 17, kështu që Po, po besoj. me u kthy komenteve e Po, gjej fiks pastaj tamam, unë do sa tamam. ditë ke mungu. E fundit fare që ka qenë, ne kemi diskutuar mbi Dautin. Alisa. Dhe njerëzit në më thënë gjatë kohës që kemi qenë në Dautin shkruajnë komente gjithmonë ka qenë i dashur shumë historia e Sulejmanit. Po, se lidhet edhe baba me të birin, normal. Por para se dalim të Sulejmani, kemi pas një moment fundit që edhe njerëzit i kërkuan në për komente, besimtarët i kërkuan qenë se si ndroi jetë Dauti për të kuptuar avash edhe se si kaloi pushteti nga Dauti tek Sulejmani. Dauti në historinë, po flas teologjike, edhe në Islam, po edhe në Bibël, ishte nga profetët e mëdhej të Beni Israilëve, të cilët bashkuan pushtetin me fen. Zakonisht përpara ishte profeti, ishte ana morale dhe drejtuesi politik ishte ndryshe. Se në fakt duhet një kapacitet shumë i madh që një person t'i ketë të dyja këto. Zakonisht janë të ndara. Edhe në historinë islame shumë interesant. Pejgamberi selam ishte edhe pejgamber edhe drejtues shteti. Ebu Bekri, shoku i vet më i ngushtë, ishte po i tillë. Omeri po i tillë. Osmani po i tillë. Aliu po i tillë. Mbas këtyre vëlla u nda. Sa është shumë e vështirë të bashkohen këto dy, do të jesh njëri shumë me potenciale të mëdha, të kesh dhunti edhe për këtë dhe për këtë, dhe të marrësh shumë fusha në të njëjtën kohë dhe ti menaxhosh siç duhet. Se politika është tjetër, edhe besimi është një këndvështrim tjetër në pamjen e asaj që njeriu mund të ketë dhunti. Nga ku e ke për shembullin, që unë kam shumë pasion, kam shumë dëshirë të shpjegoj fen aq sa di, ose tani që jemi edhe në fushën e bamirësisë, po këtu fillon dhe mbaron sepse nuk bëj dot atë unë, sipas mendimit tim. Se është tjetër qasje, duhet të kesh tjetër përgatitje, duhet të kesh tjetër kuptim, duhet të kesh filluar në moshën e duhur. Pra, prandaj edhe në Islam u ndan. Edhe se bën ti do të si shumë i Edhe- butë, të më qenë drejtues të shtetit. Për te Për tjerave, po është dhunti çdo gjë. Kurse Dauti e bashkoi. Nëse të kujtohet, profetit i thanë me zgjedh një që do t'i printe për në luftë edhe që u bë mbret, që ishte Taluti. Kurse Dauti ishte edhe pejgamber dhe drejtonte Beni Israilet në atë kohë. Allahu më nushëm thot wa shadadna lahu mulke. Ja fuqizuam shumë Dautit pushtetin. Nuk i thotë njëri po ose jo. Pra, nga respekti pejgamberllëkut, nga drejtësia që ai vuri, nga begatia që pan njerëzit, ishin gjithë kënaq. Dhe u shtu pushteti shumë. Nuk kishte armiq të fortë. Nuk e përballonin dot. Një natë shumë interesant. Po qëndronte në shtëpinë e tij dhe mund të themi dhomën e tij të madhe mbretërore. Po ditën syje dot në pallatin e madh mbretëror të profetit edhe të drejtuesit. Donte vëlla hap, hyn njëri në dhomën e profetit Daud. Dhe ky çohet e thot
se erdhi në formë njerëzore. Thot, kush je që ke hyrë pa leje dhe si hyre? Tha, dëgjoj. Mbretërit tha, nuk më ndalojnë dot mua. Mbretërit nuk më ndalojnë dot mua. Të fuqishmit janë të dobët përpara meje, përveç të gjithë fuqishmit. Kur i tha kështu, përveç të gjithë fuqishmit, e kuptoi Dauti alayhis salam kush ishte. Tha, ti je engjëlli i cili merr shpirtrat. Edhe o shtri në shtratin e vet. Dhe ja ka dhuruar shpirtin të madhit Zot. Gjithë pejgamberët vllai dashur, ai ka dhënë shpirtin me kënaqësi Allahut të mëdhnueshëm atij që i adhuroi. Një nga gjërat më të bukura se duhet të themi diçka. Ne jemi popull, ne si shqiptar, në gjithë rrohet shqiptare, me vujtje shumë. Dhe kuptohet që ne të shkojmë atje ku duhet do kohën e vet. Prandaj, po të shikosh historinë tonë, forma se si na dërmoi komunizmi në veçanti, prandaj shahemi kaq shumë Facebook, prandaj stum i pjesë njëri tjetrin. Nga jeri niveli ekonomik i dobët që ka qenë, ne të shesin për i gjotë vogël. Nuk do të më mërzit nga këto, se çdo popull ka fazat e veta. Do të më qenë i durueshëm nga kjo. Dhe Dauti alayhis salam, edhe shumë gjithë pejgamberët e kanë prit me dashuri të madhe, me ia dhënë shpirtin të madhit Zot se e kanë pastër shumë. Shpirt i cili vëlla shumë e vështirë të bëhet. Imagjino tani të jetosh jetë pa gjinafe dhe të mbushur totalisht me vepra të mira. Ne nuk e kuptojmë se deri ku shkon kjo punë. Dauti ishte një nga pejgamberët që i zbriti libër i shenjtë. Imagjino në çfarë nivele flitet. Si thamë ne, kishte kordat e zërit me 70 melodi që e këndonte Zeburin dhe shpendët rinin duke e madhëruar Zotin bashkë me këtë. Pra, këto thyn ligjet vëlla. Dhe neve pastaj duhet, unë për shembull flas, e kam me kokë të punë që flas me shumë pasion, unë nuk e bëj dot. Unë të them vëlla, nuk vi dot në podcast se si jam mirë shpirtërisht. Po e bën këtë. Po, domethënë, po fola i diçka për besimin, do mundohem ta fol se po flasim për të madhin Zot. Por neve, edhe unë që flas, edhe ato që na dëgjojnë, kemi shumë për të punuar vëlla. Sepse vendet ku jetojmë kanë dhe vese. Për shembull, shef një agjërus, po dalim çik konkretisht, që mos çuditet në njerëzit ku shohin që shefi i agjërus vëlla zihet me makinë në rrugë. Vërtet, pse? Pa i pin duan vëlla. Dhe ai është i çorodit një pjesë ditës vetëm për duanit, ajo është njëri shumë i mirë. Po ky ves e godet nikotina. Dhe ti thu, po ky vëlla që, po jo, më s'ka faj sheti, po akoma se ka heq vesin e duanit, që ajo mos ta ndikojë, disa mund të kenë dhe kafen, po themi për gjëra që janë mund ndikuese. Pra Zot më i gjyku njerëzit se ne kështu jemi. Jemi popull që kemi marrë goditje të mëdha. Por inshallah vazhdojmë në rrugën e duhur. Besimi është një nga shtyllat, besimi në Zot ç'është, një nga shtyllat që e ndërton njeriu, por nuk është shteti, është ligji. Janë disa elementë që e ndërtojnë dhe e mbrojnë njeriu që mos bëjë nivelet ulta, por gjithmonë të lartësohet. Derisa ti sheh pasaj një njeri fisnik, një njeri bujar, një njeri që zgjedh, një njeri që nuk godet, një njeri që nuk shahet nga familja në Facebook e në Instagram. Pra, e bëj këtë realitet që vëllezërit dhe motrat mos çuditen. Ktu jemi ne në këtë fazë, klas parë akoma. Dauti alayhis salam ushtri dhe e mori shpirtin. Pejgamberët e kanë dorëzuar vetë shpirtin se Zoti ja ka dhënë me leje për të jetuar sa duan ato. Tregohet herë për pejgamberin tjetër Jakub alayhis salam. Jakubi atakonte engjëllin e vdekjes dhe para se t'ia merrte shpirtin. Një herë mbasi hyri bisedë thellë, siç edhe Sulejmani atakonte, siç do të flasim, i thotë, atë kërkoi nder Jakubi. Po i thaj, atë pare se t'jetë çasti final që do Zoti që ta dhuroj shpirtin. A mi sjell 2-3 shenja, 2-3 lajme para. Ai u mendu e i tha po. Dhe mas disa kohësh erdhi edhe i tha Jakubi, po çfarë gar, tha, Zoti më ka urdhëruar me të marr shpirtin. Tha, po ti më premtove mua që do të më sjellësh disa shenja, do të ndajmërosh, tha, të kanë ardhur. Jo, tha, për Zotin, i tha Jakubi shumë i sinqert, tha, për Zotin ti s'mi ke dërguar, nuk kemi takuar. Jo, tha, të kanë ardhur. Dobësimi i fuqisë
mbasi ishe i fortë, ishte shenja parë. Rrudhja e lëkurës mbasi ai ishte e re, ishte shenja dytë. Thinjat mbasi flokët ishin zeza, ishte shenja e tretë. Këto janë shenjat shumëta që sundjuesi i madh i gjithësisë, shumicës njerëzve se ka që edhe vdesin të ri apo në aksidente, po flasim shumica e njerëzve i kanë shenjat përpara se i madhi Zot t'ia marrin shpirtin. Prandaj i thash njërit vlla, dhe inshallah këtë kam dëshirë t'ia them vetes time dhe gjithë atyre vëllezërve dhe motrave që na dëgjojnë, se ndoshta ato janë më të ri, po do vi koha, ose mund t'ja thojnë dikujt që s'më tha dikush, ato po mund të bisedë. Çfarë më sugjeron ai gjë? Thash, vlla, jepi thinjave moshën që meritojnë. Nuk e di jam kupton vllai dashur. Tani po shohim si 20 vjeç, si 70 vjeç bot njëta gjona. Si bërtet njëri 20 vjeç në TikTok, boj së një 70 vjeç me thinja i rrudhur. Tha, jepi moshës dhe thinjës hakun që i takon. Dhe njeriu po që i ndërgjegjshëm çam moshe është, bën veprat që i përshtaten asaj moshe. Kjo është një plagë e madhe e mendimit ekzistencial sot. Dhe Jakubi u dorëzu, tha, nëse Zoti im ka ardhur koha me marr shpirtin, vazhdo misionin tënd. Dhe vdiq Dauti a.s. E merr drejtimin e pejgamberllëkut që e kishte marr Sulejmanin këtë kohë dhe të shtetit Sulejmani a.s. Sulejmani a.s. një fëmijë i mirë dhe kështu duhet të jetë. Për shembull, dikush është një nga dhuratat më të mëdha, nëse prindi ka bërë diçka të madhe në jetë, dhuratë e madhe është me të sjell fëmijët që ta mbartin misionin. Si thot për Ibrahimin, "Wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Dhe ja dhuruam Ibrahimit Ishakun dhe Jakubin, dhe secilin prej tyre e bën pejgamber. Prandaj Ibrahimi u kënaq shumë se djalin e kishte pejgamberi Ishakun, Ismaili është këtej nga profeti jon. Pastaj vjen Jakubi, pastaj Jusufi. Pra i dha dhe stërnipin në këtë rrugë. Di pse them që ke drejt kur thua fjalën duruar, sepse jo më larg se një namaz më përpara ke namazin natës, po reziton të Bilali momentin e Nuhut, kur i tha o Zot, ai është biri im, tha e dallga, tha u fut mes tyre, thot dhe ndau. Dhe pastaj tha o Zot, ai ishte për familjes time, tha o Nuhu, tha ai ishte njëri që nuk bën të punë të mira. Kështu që është dhuratë që e kanë ndjerë dhe pejgamberët kur nuk i është realizuar, po ato i kanë bërë sebepet, paktën ne të bëjmë vetëm sebepet. Kur them ne, edhe të gjithë ato vëllezër motra që na dëgjojnë, ndoshta sot janë të martuar, por nesër inshallah i begatoni madhi Zot. Sulejmani a.s. merr pushtetin. Dhe fillon vazhdon në hapat e babait me drejtsinë, me mirësinë, me gjykimet që ne i kemi përmend. Dhe kur i dilte ajo ushtria e madhe që kishte, patjetër që gëzoi shumë edhe ishte pushteti i madh, mendonte si ta menaxhoj për të mirën, si gjithë njerëzve t'i shkojë e mira, të jetë drejtësi për të gjithë. Si kemi thënë ne, ka disa për shembull që nuk janë thelluar në besim, edhe Zoti është dashuri, edhe për tasin i çik vëlla, thuaj çik me qetësi, vëlla, nuk ka nevojë me. Zoti është dashuri pa fund. Po Zoti nuk ka vetëm një emër Wadud, i dashur, se Wadud është emri i Zotit i dashur me krijesat e tij, po s'është vetëm i dashur, se Zoti s'është me tmeta. Zoti s'është vetëm emocion. Dashuri, pra, po ka dhe drejtësi. Si një kriminal, Zoti thotë mbulova me dashuri, por ku është drejtësia këtu? Pra Zoti është i përsos, ka 99 emra dhe cilësi. Do t'i dish që të gjitha këto ti vendosësh mend në dur të kuptosh kush është Zoti. Dhe Sulejmani a.s. shikonte për të vënë drejtsinë, për të shku buxheti atje ku duhet nga njerëzit, pra siç kanë qenë pejgamberët për të bërë vepra të mira. Kur deli herë me ushtrinë e madhe, ishin ato kuaj të bukur, njerëzit, ushtria, shpendat, edhe vllai dashur i ikën vakti i kinis. Këtë se të shata ta bëja si pyetje, sepse e kemi thënë gjithmonë kur njerëzit kanë një pushtet të jashtëzakonshëm, siç ishte për shembull te Ejupi e të gjitha, këto një ora këtyre vlen shumë më tepër se sa ora për shembull. Dhe këtu Sulejmani është provu ndryshe nga Ejupi dhe nga tjerë. Në kulmin e madhështisë harroi da shkojmë se
ka mrekulli të forta, mesazhe të mëdha në historinë e Sulejmanit, sepse mendohet, po është e sigurt që është njeriu më i pushtetshëm që ka pas bota dhe ishte po në kulmin e devotshmërisë, derisa Zoti e lavdroi në Kur'an dhe tha ni'mal abd. Sa njeriu mirë është ai. Çështja e pushtetit, njerëzit tham tani, folim drejt në klas parë jemi. Patjetër. Pra, këtu shef që agjiron aty, si ne e tham, por tham është zbras papi. Pra, para dhe mrapa papi është plot. Pra, duhet të jemi realist. Po shqyr Zotit ka hyrë në klas parë të paktën, çdo kush prej nesh. Nuk kemi në kopësht fare, s'ka Zotë ca gjëra të çuditshme që i thonë disa. Të paktën është besu i madh i Zot. Të paktën ka filluar e mira të dominoj ndaj asaj që është e keqe. Kohën e Omerit tregohet vëlla, për ta ilustruar pak këtë që ti pyete. Në Egjipt, kur ishte shliru Egjipti, ishte Amr ibn As, drejtues. Dhe asnjëherë se keni ju Sulejmanin më thonë, "Ana Sulejmani ibn Daud." Unë jam Sulejmani, biri i Daudit, mos flasi asnjë. Hasha lillah. Siç do e shohim pak më mbrapa. Amr ibn As ishte boj i parë i Egjiptit, ishte shok me Omerin që ishte drejtuesi i muslimanëve në atë kohë, ishin rrit bashkë. Bëj një garë me kuaj atje të bukur në Egjipt, e kishin tradit, jetojshin muslimanë që kishin shku edhe kristianë që ishin në atë kohë në Egjipt. Mbasi mbarojnë garën, ishte djali i Amr ibn Asit, drejtuesi të Egjiptit në atë kohë, për i muslimanëve. Një nga ato tjerët, ideali i ri, ishte kristian. Gara mbeti midis tyre dyve në fund, dhe ky kristiani e kalon kopt që ishin atëherë. Edhe këtij i kutruri, u mërzit. Djali i të parit vendit. Sa mbaroi mësyt njerëzve të artrokitje gjëra, ky ishte djali i të parit. Shkoi u mërzit dhe e diti tha që un jam Ibnul Akramin. Un jam biri atij që është i pari më i nderuar i këtij vendi. Ti të ma kalosh më dhe e godet në shpull. Ai shkon dhe ankohet ke babai. Tani drejtësia është element kryesor në Islam. Derisa Kurani shkon në ekstrem për natyrën njerëzore, thotë dëshmoni edhe kur është për kundra vetes juaj. Kjo është kulmi që 99.9% se zbatojnë, po aty e kanë. Edhe baba i shkon ke disa njerëz dishëm dhe i thonë a ka zgjidhje për këtë gjë, a ka drejtësi. Po tani ti thoshe babës për djalin ishte pak më e vështirë, po ti nuk e dini thonë ato që njeriu më i drejtë i botës është Medina. Omeri ishte njeriu më i drejtë i botës në atë kohë. Themi gjë vëlla. Themi gjë. Erdhi pejgamberi alayhis salam. Me histori vëlla, jo pasion dy njerëz që bëjnë si çuditshëm podcast, po të flas drejt më. Erdhi pejgamberi alayhis salam, një person i vetëm. Me njerëz që u zishin për ide vet 10 vjet. Krijoi themel me fuqinë të madhe Zot. A di si thoshte ai? O Zot, mos mbledh më shtetëm ke vetja ime sa hapem mbyll syt. Dhe ngreti Islamin. Shokët e vet, ai iku ke Zoti, sa i prishje ekuilibrat, ai ishte si Sulejmani, po ta lesh edhe pak edhe Marsin e botës musliman. Dhe Zoti i merr pejgamberin shpejt se humbin ekuilibri, ishte shumë lart, nuk mund të dot se s'kishte më konkurrencë. Ebu Bekri, Omeri, dy shokët e vet, e shpërndajnë Islamin. Shami bëhet musliman dhe Persia, një civilizim mijëra vjeçar, shkatrohet. A jemi këtu? Dhe pejgamberi me anë zënësve të vet, la superfuqinë më të madhe në botë asaj kohe quhej Islam. Kështu vazhdoi me Evojitët, kështu vazhdoi me Abasitët, kur anë Abasitët u bën Osmanët. Se ne e kapim sot, që shohim Islamin çik si çuditshëm, po që nga koha e profetit, gjithmonë një nga superfuqitë e botës kanë qenë bota muslimane. Shumë e fuqishme. Shpeshherë ka qenë dominant janë botë. Me të mirat dhe me të këqijat, ka pas njerëz mirë, njerëz të këqij, po themi, po flasim për një civilizim shumë të fuqishëm dhe të pushtetit, edhe të shkencës, edhe të zhvillimit, ngaherë edhe të regresionit. Flasim drejt, ne jemi pasionant. Dhe Omeri ishte në atë kohë njeriu më i drejtë i botës. Niset ky me babën e vet nga Egjipti në Medinë. Për Omerin e gjen tu bisedu me shokët e vet. Kush është Omeri, kush është Omeri, sa rritet shumë thjesht, e ka pas nga natyra vet. I thonë ky është, thonë i pari muslimanëve, se ai kishte qejf ta thriqin e Mirul Muminin, i pari besimtarëve. Tha folni, ne jemi nga Egjipti. I tha i djali im dhe i tregoi që bëri garë dhe ai e goditi tha. Pa drejtësisht. Djali s'kishte as i faj.
Tha, ne kemi ardhur këtu se na kanë thonë që ti gjykon drejt. Tha, uluni aty. I tha atyre, respektojeni dhe do t'i mbani këtu. Ju s'do lëvizni sa nga Medinja. Dhe direkt e ka thirrë atë që shkronte letra dhe ja ka çu. Amr ibn As, sa i shkoi letra, shkronte bashkë me djalin, nisu urgjentisht Medinë, vën një zëvendës dhe as i sekond s'ke kohë derisa të vish këtu. Sa shkoi letra u trembaj se e dite që Omeri nuk falte. Qofsh musliman, qofsh çfarë dush. O bir tha çfarë ke bër? Edhe ja tregoi, u vun siklet shumë të madh. Erdhën dhe i thirri të dy bashkë. Amr ibn Asin me djalin, ky me djalin e vet kristian. Tha, ma tregoj historinë, tregoj dhe jera. I tha, e pranon, e pranoj. Tek kështë dëshmitar se më onë të dot. Tha, çohu, i tha këtij djalit, këtij që ishte godit, djalit që kishte marrë goditjen, tha, godite siç ka godit, siç është në Islam, atë që bën atë do marrësh. E goditja ju kënaq shumë. Tamam. Tha, godit edhe babën. Allah. Tamam. O pyetën njerëzit, për si besimtarëve, tha, se fëmia për babës është botha. Se ky sa t'ja kishte mbyll rrugën, ky s'do e bonte. Tha, godite. I tha, jo, tha, se unë mora hakun tim pse ta godas këtë. Edhe ju drejtu me i fjalë që ngeli koncepti madh në memorien e muslimanëve, nxori një ekstrakt nga Kurani. Tha, o Amr, si guxoni, tha, ti robroni njerëzit, kur Zoti i krijoi të lirë nga barqet e nënave të tyre. Kjo do shkruajt diku. Vllai i dashur, çdo njeri që lind nga barku i një nëne mos e nëmletëso. Se ka ai njeri, kushdo që të ngjajë ty sado mendon që është i ulët, aty ka art nga ai që e krijoi. Aty ka urtësi nga ai që e krijoi. Prandaj asnjëherë nuk na lejohet të nëmletësojmë kushdo qoftë. Ky është mësimi më i madh. Kështu merr vlerë çdo person. Ai Kur'an që lexojmë ne ka perla shumë të mëdha valla. Kur Zoti i shpëtoi që do dalim ke Musa alayhis salam, Beni Israilët nga faraoni, di çka koncepti? Thot faraoni i ndau njerëzit në grupe. Faraoni i lart, populli normal, kurse Beni Israilët shërbëtor edhe robër. Kurse Musa erdhi me i barazu njerëzimin, se nga jashtë nuk e njohin Islamin. Orë Islami janë gjithë barabartë, nga i pari deri ka ai që mund duket ty i fundit. Ai është pastrues, po ajo në rrum shumë, po ajo është të bëj punë, po mos tjetë ai ngel e papastër çdo gjë. Pra, u gjyku faraoni se ndate njerëzit, u nderu muslimani sepse janë gjithë barabartë përpara Zotit. Zoti do t'i gjykojë pastaj kush ka qenë më i mirë në ditën e gjykimit. Pra, i mbështet atë që theti, më fal se u zgjata pak. S'ka problem, se është e nevojshme. Sulejmani iku namazi kindis. Ika namazi kindis. Sepse shifte kuajt i provonte. Kuajt nga më të mirët në të kohë, si me thonë makinat më të bukura sot. Edhe pasionante. Edhe pasionante, edhe e njifte atë gjë, ishte mësuar gjithmonë dhe vetëm kur shikon perëndon dielli. Edhe u mërzit shumë. U mërzit dhe thot Zoti i gjithësisë e ka përcaktuar Kurani famlar, thot ngelin në fronin e tij i dëshpëruar. Po e themon me fjalë tani shqipe se varet se si do e përkthejmë. Kur thot e mori veten, pra hynin meditim të thellë, filloi të falet. Edhe gjëja parë, tha qala rabbi kfirli. Zot më fal mua. Pra për çdo gjë që mund të kem bërë, po edhe që më hiku një namaz. Dhe këtu vëlla ka bëj lutje që u hapën gjitha fshehtësitë e tokës. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dhe më jep mua pushtet që zota ketë askush pas meje. Unë lutje të çuditshme. Po pra, nga halli me të fal kërkojmë. Kupton për çfarë flas? Po për çfarë kur pse? Se në pamje të parë e kërkoi këtë pushtet në që në tokë tu adhuronte Zoti një dhe një vetë. Pra nuk e kërkoi për vetën e vet, se ai kishte të gjitha. Më jep atë pushtet tha që s'do e ketë askush mbas meje. Po të pyesim nëse për çfarë donte pushtetin? E donte pushtetin që gjithë bota u bëjnë muslimanë. Më jep atë pushtet, po bëj pak shumë, jep atë pushtet që mos i hiqi kujt i kindia mbas meje. Po, edhe të vendën rregulla siç duhet. Çfarë thot direkte? Fasakharna lahu rrih. Ja nështrum erën. Si ja nështroi erën? Një udhtim që u bënte për një muaj, Sulejmani lëvizte me nështrimin e erës e bënte për një ditë. Njerëzit janë çudit me Kur'anin sepse nuk e kanë ditë derisa erdhi avioni. Kur e pa që avioni mund bënte udhtimin e shumë gjatë, e bën brenda ditës ose disa orëve, thamë sa pas drejt Kur'ani me erën e Sulejmanit. Ja nështroi atij çuditërisht vëlla, të pa imagjinueshme shejtant. A janë shejtant për t'i cyt njerëzit e për t'i shkatruar? Jo, me Sulejmanin ishin të nështruar. Dhe Kurani thot, ishin të nështruar dhe bëjshin vetëm ato që i urdhëronte ai. Kush nuk i bënte i lidhte me pranga dhe i dënonte.
me shejtan e ka përmend. Po pra, Gjinde shejtane çka kishte nga ai lloji që lidhen me të ndryshme në njeriu ishin të thot wa akharine muqarranin fil asfar. Tjerët ishin të lidhur. Ato që nuk ju bindshin u dënojshin. Kur u bindshin pastaj i lironte dhe i kishte në nështrim. A di çai ka thonë? Gjot, për ne po them, si tham fillim, Musës i foli. Isain e nxori në këtë botë e solli vetëm nëpërmjet nënës. I thyn Zoti në raste të veçanta ligjet për të treguar që ai nuk ka nevojë për ligje. Musai ai foli me të folur drejt për drejt, s'ka bërë vaki. Çfarë ndodhi e madhe ishte ajo. Isai lindi nga nëna, zakonisht duhet të jesh çift. Dhe Sulejmani ç'i thot, hadha atauna. Kjo Sulejman thot është dhurimet e mia. Au lutet që do pushtet. Këto janë dhurimet e mia, femnun au amsik bi ghairi hisab. Shijoj si dush ose largohu për këtyre, mbaj për vete ose shpërndaj, ti s'do merresh në llogari për këtë. Wallahi po. Deri këtu. Allahu Akbar. Po për Zotin. Subhanallah. Mu jam çudit kur e kam lexuar valla. Oj boça dush ti je i nerum, i ka thonë, unë du ty. Me këto i ke i ke plus. Shumë interesant. Po, për zakonisht ne jemi mësuar traditë që gjithmonë ka po. Sulejmani pas ka bërë përshtim. Po ja. Po çfarë dush. Mba për vete, shpërndaj, menaxhoj, lej, po në çfarë dush, ti për këtë zot merresh llogari. Dhe ti tek unë do kesh i vend lart në botën tjetër, i ka thonë. Dhe imagjino çatobe ka bërë. Ja, ishte shumë i sinqert, dhe s'është puna tobes. Sulejmani nuk ju ka pas kthy lutja mbrapsht. Valla, po flasim për njerëz që tani Zoti më fal, po unë që po flas, edhe ato që më dëgjojnë dhe kudo që shpjegohet janë aq lart sa bëhen të pakuptueshëm. Po flasim për njerëz janë më të përzgjedhur të përzgjedhurve në Kur'an. Pra njerëz me një nivel shumë të lartë dhe zemra e tyre ka qenë tjetër zemër. Dhe në kohën që ju lutshin Zotit, Zoti ja pranonte për një herë. Ti pse po ngelemi te kjo pjesa e kësaj ne, sepse më pas nuk e di, do kemi mbase mundësi ke podcasti tani apo mbase më vonë do kuptojmë pse nuk pranonte dhuratat e Bilkisës, po do dalim më mbrapa. Se kaq shumë se, domethënë, jo çdo gjë vjen pa qëllim këtë botë. Jo, ja dha Zoti i hapi vëlla, domethënë Sulejmani ç'a donte e kishte pastaj. Çfarë donte mi kërku Zotit, Zoti ja hapte prap. Dhe i shikonte shmendet, i kuptonte gjuhën e tyre. Shikonte insektet e kuptonte gjuhën e tyre. Si avancimi Dautit i pëlqenin zërin. Madhërojshin Zotin kurse ky e kuptonte gjuhën e tyre. Ky komunikonte me to. Ky kalonte nuk mund të imagjinohet çka ka qenë Sulejmani vëlla. Për shembull, ai kishte lidhje me shumë krijesa të tjera. Për shembull, niset herë me ushtrinë e madhe. Ushtri për njerëzve, për gjindve, era e cila shkonte ku donte, kishte fuqi sa donte, ai pasuria e pushtetit ishte shumë e madhe, nuk i mungonte asgjë. Dhe kur ai lëvizte u trondiste toka. Aq ushtri e madhe ishte dhe e fuqishme. Gjithë tjerët merrshin pjesë nga kjo botë siç marrim ne, të kufizum, ai ishin hap dimensionet e tjera Allah. Dhe tregon Zoti ngjarje që e kanë gjyku Kur'anin deri në ditët e sotme. Kurse sot s'po i ka fund bukuria që është tregu kjo ngjarje. Duke kalu edhe toka tronditej, thot shive ç'a detaje shkapte. Për ne themi u hapën dimensionet. Dhe Zoti çfarë tham se s'duhet të harroj këtë asnjë. Siç i foli Musa se s'ka bërë vakima, siç lindi Isai vetëm nga nëna, pra i thyn në disa raste ligjet për t'treguar që ai s'ka nevojë për ligje, se veti ka vendosur veti thy si det. Kurse ne jemi brenda ligjeve, nuk lëvizim dot. Dhe thot i hapet. Dëgjon vëlla në këtë lugin ku po kalonte, që sot është vërtetuar që në shumë lugina kanë vend qëndrime dhe vend banimet e tyre milingonat. I hapet, tjerët ishin vëlla siç jemi ne. Ne me qeni milingonat as se shohim, jo mo dim se çfarë po ndodh atje. I hapet edhe ajo milingon i lajmëron milingonat e tjera që futemi në vendbanimet poshtë tokës, sepse Sulejmani me ushtrinë e vet janë nisur për diku dhe mund të na bëjnë neve dëm pa na hetuar. Pa na vënë re. Pra jo me qëllim, po pa na vënë re. Tani deri para pak kohe,
disa njerëz që nuk e njohin në kompleks Kur'anin. Pra, Kur'ani ka 1 milion argumente që është libri i Zotit. Ka ca ajete që duan kohën e vet kuptohen. Një nga ato ka qenë dhe ky. Ai lexojshin për shembull edhe ato që s'besonin, po flas. Ama një gjoj foli me milingonat pralla, se e ke parasysh si janë njerëz vëlla, duhet me qenë durush. Duhet me e kuptuar që ai nuk e njeh këtë punë. Por sot vëlla i dashur, ne kemi trajtuar edhe herë tjetër dhe atë linkun që unë ja çoja njerëzve, por vetëm futuni sot dhe shikoni dhënat e fundit, do shikoni që milingonat kanë një botë që sa vjen më shumë zbulohet për botën e tyre, aq më shumë mahniten shkencëtarët. Dhe realisht gjërat që janë thonë këtë ajet dhe shumë gjëra të tjera ato i kanë të mrekullueshme. Jo vetëm ato, po edhe bletët, edhe insektet e tjera, edhe shpendët, edhe kushdo. Dhe ajo që tregohet në këtë ajet është plotësisht, saktësisht e vërtetuar shkencërisht. Po përpara mund të ketë pas dhe nga ato që e kanë paragjykuar. Tani imagjino ku ishte ky pejgamberi i madh, sa ju hapte dëgjimi, kuptimi për të menduar se çfarë po flet një milingon. Që sot mijëra shkencëtar, miliarda dollar për të arritur në këto konkluzione që ati ja dha Zoti vetëm nëpërmjet kësaj duaje që ne po flasim. Çfarë bëri? Kjo ishte pyetja që ti saksove dhe unë e lidha pak me Omerin. Fatabassama dahiqan min qawliha. Tha buzëqeshi në të qeshur. Shumë interesant përshkrimi koncis kuranor. Nuk thot as qeshi, që e ke parasysh se pejgamberi si ka shku me qeshlla. Nga gjithë historia e pejgamberit ton alayhis salam që nuk është lënë detaj jetës pa u përshkruajt, mundet 5 deri në 6 herë të ketë qesh me të madhe. Deri thot sa janë dukur dhëmballat 5 deri në 6 herë. Dhe gjithë jetën ka qenë i buzëqesh. Kuptohet në shumicën e jetës se s'ka qenë buzëqesh në luftë. Më kupton si mas kohës. Por për Sulejmani megjithëse i ndodhi një ngjarje e madhe, ishte i tjetër do qeshte vëlla, so shumë e çuditshme. Fatabassama dahiqan. Buzëqeshi në të qeshur, pra një në mes midis qeshur, shumë interesant si ajet. Midis qeshur dhe të buzëqeshurit ishte një që i vën mes këto e qenis. Min qawliha, nga fjala e saj. Dhe sot është vërtetuar që milingonat kanë mbretreshën e vet, jo mbretin. Dhe këtu është femërore. Çfarë tha vëlla? Një pejgamber. Qala rabbi. Masi u knaq me këtë që Zoti ja dha dhe këtë kuptim që njerëzit ishin vëlla tu vazhduaj ke parasysh tu udhëtu. Kurse ky dëgjoi dhe krijesat e tjera. Qala rabbi auzi'ni. Tha Zoti im i dashur, më mundëso, më frymëzo të të falenderoj ty për gjithë të mirat që më ke dhënë dhe për të mirat që i dhe e prindërve të mi. Auzi'ni është ni'met e kelleti an'amta alayhi wa ala walidayhi. Çai kërkoi tjetër? Do thoshti për çfarë do të pushtetin? A di për çfarë do të? Do të sa më shumë pushtet në këtë botë, sa më shumë gjëra, sa më shumë lek, sa më shumë autoritet. Ky ajet e tregon. Pra e para, më mundëso të falenderoj për të mirat që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi. Wa an a'malu salihan tarda. Dhe më mundëso të bëj sa më shumë vepra të mira që ti të kënaqesh me mua. Vallai do të gjithë botën dorë, të bote sa më shumë vepra të mira ta kënaqte Zoti me gjithësisë. Se shtrohet pyetja ç'i donte valla, sa ai e ditë që do vdiste. E kupton? I than një dietari. Thuaj limnijat juaj. Ka po përshtypje. Tha shumë interesant, dhe ti ke qef këto. Tha ma jepi këshill të ma ngrohesh zemrën. Po ishte në moshë, no. Pas ishte i ri. Tha Fudhali. Tha atë ka ndru jetë në një nga prindrit. Po, tha i njëri po. Mas kërkom no, këshill mas saj, tha. Tha, tani, i ku prindi, po ti, hajtë mirë mëse e ke gjallë në ke harru që vdiset. Ku është më? Se ne e kemi të dy një shembull tillë. Olla ku është? Se i ka pas dëshira si ne. Ndoshta s'kan bën podcast, po. Ato kanë pas. Ku janë? La ku është baba jot dhe baba im? Edhe baballarët ose ndoshta njerëz që të afër që mund t'i kanë ndruar jetë atyre që na dëgjojnë. Kaq valla ç'do më. Kam 15 vjetrit me kaloru rradhë. Po, bra. Po ç'a do më mas kësaj? Ku ka fjalë që të bën më dobi mas kësaj? Valla, mbyll syt kujto kur ishte baba, kur ishte nana, nëse të ka ndruar jetë. Ka hik atëherë është mohabet kot. Për shkak do gjithë botën se po dalim ke Sulejmani. Ja pra në amela salihan tarda.
Dhe të bëj sa më shumë vepra të mira që ti jesh i kënaq me mua. Dhe më bë thot të vdes si musliman dhe takohem me njerëzit e mirë atje ku do shkoj. Pra nuk e bëri se ti the ky pushtet, pak gjëra me pas njerëzit bëhen mendje mëdhej. Kurse Sulejmanit ja dha i madhi Zot gjithë botën dhe mendja i rinte tek Zoti i gjithësisë. Ky është ndryshimi. Pra, kush është mësimi që marrim? Muslimani duhet të rinj njeriu më i varfër në botë. Jo më vëlla, se Sulejmani ishte i pari i botës. Muslimani s'duhet di më u vesh ngjaj si i çuditshëm. Jo më vëlla, jo. Mret, të bov Zoti, se Dauti e Sulejmani ishin mbretër, edhe profet, po edhe mbretër. Kupton? Po jo më të marri rrogë mujore, s'duhet, jo, futu në biznes, të bov Zoti miliarder. Por mos harro të madhin Zot. Pra, duhet të shtosh falënderimin, duhet ta menaxhosh mirë, duhet të bësh vepra të mira, siç bëri Dauti alayhis salam me Sulejmanin. Dhe vëlla ju ushtru gjithë bota. Pra e kishte gjithë botën me atë të veten, kudo i kishte vetëm Sulejman në botën atë kohë. Se Zoti i thyu ligjet me Dautin dhe pastaj akoma më shumë me Sulejmanin. Zoti e ka të lirë te vëlla, se sot pyesim për shkak pse muslimanët kështu, pse vritet i musliman s'është si Sulejmani. Kupton, kjo ishte rast specifik që Zoti desh me nderu një rob me e bojë që çat do ai të botën këtë botë. Dhe këtë e bën ai. Pa e humbur të sin, vëlla, s'kemi ar për këtë. O Zot e mbaroi. Jo, nuk është kjo qëllimi. Kjo ishte vetëm i shembull që Zoti më dash bën mret dhe mbaro puna, gjithë bota të nështrohet ty, ose e ke në dorë. Dhe ishte rast specifik. Kurse rastet e përgjithshme i din vetëm i madhi Zot se si vjen jeta jote. Si masa saj që të vjen jeta, ti ashtu duhet të jesh i musliman i mirë në raport me jetën. Dhe mbledh herë ushtrim prap. Nuk e di sa minuta kemi kaluar vëlla. Jemi gati 34 minuta. Vetëm pa e hapim pak te vëlla. Si histori, pastaj besoj e mbyllim rastin, nuk e di. Qofse jemi me shnet mirë, se ne s'po merremi vesh tani po. Qofse jo, për në momenti i kësaj që po ndërtohem me shkaqet, pra se më shumë në një bisedë për shkak se shpesh neve gabojmë edhe idenë e pranimit lutjeve dhe shpesh themi për shkak që u luta apo u sprovova apo bëra. Dhe shpesh e harrojmë atë që kemi thënë në podcast. Të ishim për lutje, do kishim prit me buqeta me lule profetin Muhammed në Taif. Nuk të kishin qujt me gura. Po, që po shkote vetëm për mirë. Po shkote vetëm për mirë, pra është dhe kundërta e kësaj që neve flasim për. Sepse edhe kur nuk të realizohen, vëlla, je duke u farktu për gjëra më të mëdha, për gjëra më të mira, për gjëra më të bukura, sepse nëse çdo gjë që njeriu t'i vjen mend, edhe ti arrit që të realizohen, e ke shkatruar veten tënde. Më kujtohet një herë për Mike Tyson. Tani, vonë. Edhe është besimtar musliman. Se shkojnë burg, vëlla, si kemi thonë. Burg bojnë gjithë musliman. Jashtë kur filloi leku, i çika e bardha me shita me pi, çik femrat, i çik jo. Ha më thu Zoti i madh më po sporit Zot, nuk po kam durim. Edhe ky e rob kështu, rob me parë të madhe, po shkatrimtar, vëlla. Nuk i rritë leku, se ç'boi blete i Luan 80 milion euro pa lidhje. Do të rrifte 2 vet me arrit i Luan. Edhe kaloi burgun e doli prapë, po ishte në nivele shumë të larta atëherë. Ka i video që ishin gjithë personalitetet e botës kishin shkuar me pa Mike Tysonin në ring. Tani vonë ka i shprehje, po shumë islame, shumë të bukur. Nuk e di ai ka lexuar në fe apo jo, po ai mund ta ketë nga eksperienca. Është për të mësuar shumë. Ishte me na 3 djem të ri që e pyetshin. Edhe kur i tha ky në burg, tha kam qenë njëri më i lumtur në botë. Njëri ishte i ri se bajti fare. Tha qa thumë, tha ti para e kishe i ndeshje 30 milion euro, dhe 30 milion euro po flasë në kone Mike Tyson që ishte 100 milion euro sot. Ishte vlerë tjetër. Po më djali, tha, po t'japi mësim, tha. Zoti, tha, kur do me dënu rënë njeriun, ja plotësot gjitha pasionet dhe dëshirat e këqija që ai ka. Ato miliona euro më morën qafë. Se mu hap çdo gjë, mund bëjsh çdo budallik. Edhe tha, i bojsha unë, tha, dhe isha njeriu më i palumtur në botë. Shkova në burg, tha që s'kisha më asgjë. E pashje, pritë se pas ka nevojë për qetësi, edhe u bëra musliman, u njohta me Kuranin,
fillova të jetoj jetë pa vese, edhe ajo kishte qenë lumturia vërtet. A të them një nga mashtrimet më të mëdha të shejtanit. Po kështu niveli lart mashtrimi. Mashtrim profesor doktor shejtani. A ditë çat mushmenjen? Të mushmenjen vëlla që po le veset e pasionet kot jeta. Po e kemi dëgjuar shpesh. Kjo është esencë mashtrimit të shejtanit. Në fakt, gjithë esenca o të jetosh si robër. Ai të thot, po lekte. Siç ajo ishte një komunizëm, e kemi bërë bashkë bisedën. Dhe i than atëherë, tha e lën ti alkoolin për partinë? Tha e lej. Ai le duhanin, ai lekte, gjithë veset. Than pastaj a vdes ti për partinë? Po tha vdiqja pra se po më hoqët, un kam vdek. Dhe njerëzve i fiksohet vëlla që po spive pak drog. S'po i them emrat se nuk i di mirë. Po s'nede gjithë ditën natën më shumë pap. Natën që për të fletë, la, gjithë shkenca thot, fleni natën të keni jetë gjatë shëndetshme. Jo, natën duhet me qenë pap me femër. Gjithë librat shkencorë, gjithë shkencëtarët thot, leni cigaren, alkoolin, jo aty në pap. Me alkool e me cigare, antifetar, antishkencë e gjitha. Antishëndetësore. Antitrupore, antishëndetësore, por shejtani të ka mush menjen. Edhe s'ka gjë, kur fiksohet robi, s'ka gjë me ndru menjen. Thot, po le këto më mirë vdis fare. Edhe në fakt tu hyrë dhe besimi. Se ti po e patin njetin për t'i lënë këto për hir të madhit Zot. Edhe këto i ka bos prov Zoti, si ajo me Xhebrailin, po do e themi rastia tash i herë kur e pa Xheremi gjithë pasionet Zot këtu kanë për të ardhur gjithë ta. Pra mos ta bëj dhon kaq thjesht, sikur është ti butojnë se këtu edhe devotshmëria. Se nuk janë kaq thjesht. Shive çaj kulibër, siç i ka bëj gjithë ekuilibrin universi nga Big Bangu deri tani, kështu është ekuilibri edhe në jetë me pasionet e me virtytet e me librat e shenjtë, me fenë, me mos fenë, me shejtanin, do është po e njëjta skemë. Kjo është skema brenda këtij universi që ka krijuar i madhi Zot. Në momentin se unë e di që pas sa historisë vjen historia me Belkisën, dhe unë e di që gjithë njerëzit e kanë qejf, po problemi është domethënë që ajo po hyri duhet mbarohet. Hym pak ne sa për të themën ç'a ndodhi. Para se po, vetëm kam një pyetje. Para se të futemi, po përmend veset, po përmend realitetin. Si është gjykimi për shembull e një njeriu që jeton këtu në Shqipëri me një njeri që jeton në botë arabe ku janë më pak, ose një njeri që jeton për shembull në Mekë ose në Medinë, si është ky raporti? Një nga gjërat më të sakta që ka besimi islam është gjykimin do e bëj vetë Zoti. Ka për shumë fe tjera, jo po filani, por nuk e bën dot njëri gjykimin, përveç atij që na ka krijuar dhe di gjithçka. Sepse për shembull fëmijët tonë jetojnë mes qytetit, zbresin dhe nuk besoj se kjo mund të jetë në një vend për shembull, se po themi të janë një çik më fetar se neve, që ballafaqohen në momentin e parë me një që shet drogën, me një se përballë atij presionit për shembull që thonë, "Ama akoma se ke provuar, po që e ke mbrapa fare. S'ke dashur, s'ke spin drog, spin cigare, se ke provuar, që e ke le, kot jeto. Zoti do gjykoj, që do thot, do t'i marri parasysh gjitha këto. Ku ke lind? Sa logjik të ka dhënë? Çfarë prindërish ke pas? Çfarë arsimi ke marrë? Sa nivel ka pas vendi ku ke jetu? Sa je përkushtu për t'i larguar ato vese? Sa ke pas mundësi të komunikosh me Islamin? Sa ke pas mundësi ke vendi ku ke jetu me bo vepra të mira? Sa ke pas mundësi me u largu veprave të këqija? Prandaj gjykimi i njeriu s'mund ta bëjë, dhe leja kujt dush nuk ta bën dot se do të hynë në hak. I vetmi që mund ta bëjë gjykimin duke i radhit gjitha këto parametra që u that, është vetë Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal. Kështu që je shumë sakt që gjithë secili, nuk po themi të justifikohet, se edhe mos bëjmë gabime dal në ekstremin tjetër, por do merren gjitha parasysh. Ka të bëjë vendi ku jeton, konteksti social ku je, si ajo që tregu me atë që vrau 100 vet. Ne e tham, ka jetuar në konteksti social kanibalësh. S'ka mundësi me vraj 100 vet e prapë të hapet rruga me u pendu. Po ishte vrasja sikur do siç është sot droga, ishte atëherë vrasja. As ke vrana njerëz, si e ke burr. Kupton, duhet pa në këtë kontekst. Del Sulejmani me gjithë ushtrinë. Kishte vëlla një në kontekstin e historisë kaluar quhet shpend. Në kontekstin e kohës tonë, ne quajmë shpend të avancuar, po mund të jetë edhe dron, mund të jetë edhe satelit, por po flasim për diçka edhe më të avancuar se sa këto. Siç do ta shpjegojmë. Quhej hudhud.
Sulejmani çdo gjë i rrite në kontroll të plot. Ishte i rrept në organizim. Nuk donte asnjë gjë që të ishte jashtë asaj që ai kishte urdhëruar. Dhe shikon dhe shpendet e gjithë, thot, o ma liela ra Hudhud. Çfarë ka ndodhur me mua që nuk e shoh Hudhudin në pozicionin që i takon? Qofse thot pa leje ka lëviz do ta dënoj, vetëm qofse më vjen me i lajm sigurt. Skaloi shumë, thot i madhi Zot, si duket dhe e lajmëruan para se të vite përpara Sulejmanit, vetëm thot kur i gjendet atij para, Kurani. Hudhudi vlla ishte, pse them si dron, si satelit, sa i kishte mundësi të shikonte gjithë botën çfarë ndodh. Dhe vjen dhe i thot, o Sulejman, unë thot, mora informacion për cilin ti si je informuar. Po, nga që i thanë është nxe, dhe është mërzit, edhe duhet të ishe në rregull pse ke ik, ai do të tani justifikimin dhe me vërtet kishte qenë justifikim. Ahattu bima lam tuhid bihi. Unë tha, mora informacion dhe kam përfshin dijen time atë që ti si e informua akoma. Unë tha, vëzhgova popullin e Sebeit. Dhe pash që ato i sundonte një mbretëresh femër, cila është Belkisa. Ajo kishte thot një fron madhështor. Por o Sulejman tani filloi duke e prek zemrën e Sulejmanit për ta qetësu. Tha, por o pejgamberi i Zotit Sulejman, ato bonin një gabim të madh. Ato kishin lënë anash besimin e Zotit universit, që çdo detaj është në dijen e tij, dhe adhuronin diellin. Dhe Belkisa thot kishte një front të madh dhe ato e respektonin dhe kishin harruar Zotin e Arshit madhështor. Domethënë tregon një fjalim edhe disa përshkrime që bën Hudhud, për ne them vetëm Zoti e di fikse çka ka qenë. Sa kam frikë se njerëzit nuk e përkufizojnë dot kaq bukur me dhoni shpjegim me 3-4 ajete. Po pejgamberi shef në një musliman, vlla, thot, po ky i shkreti më vlla, s'do të më lëmlecu, po them, po ky më vlla s'met s'kam mësu, po them. Po ky çka valla, shofësh në një që e njoh rrshavlla në Facebook akoma, është u shku 600 vjeç. Po pejgamberi di çai thot Hudhudit? Tha se nëndhur e sadakte në kumte min el kadhibin. Tha, do të thellohem në këtë, apo thuat vërtetën, apo ndoshta apo gënjen. Si mund ta mashtrosh i pejgamberin? Që ai musliman mashtrohet për i. Jo, sive, i dha gjithë të informacion, ja zbuti zemrën duke i thonë që unë e gjeta Sebein, ti e ke tani detyrë ti bosh musliman, ja shpjegoi edhe detaje që ti pshin idenë që ishte e saktë, ky su nxitu, kompetenti i madh i pejgamberllëkut Sulejmani alayhis salam. Kishte dhënë Allahu dije për çdo gjë. Tha, do ta shikojmë çështjen tënde. Pritet se ke ik pa leje. Jo mirë, po justifikohesh, po ta vërtetojmë. Po pra. Dhe e thiri atë vëlla që shkruante. Dhe filloi innehu min Sulejman. Kjo letër ju vjen nga Sulejmani. Innehu bismillahirrahmanirrahim. E shkruajti letrën që ne do e shpjegojmë rast si vjen. E shkruajti letrën, po pse them Hudhudi ishte edhe më i avancuar se droni dhe sateliti, se ç'i bënte. Tha, merre këtë dërgoja Belkisës, që po më thua, pastaj merr një pozicion që ato mos shikojnë dhe shiko se çfarë do bisedojnë. Pra ishte vëlla aq i avancuar, sa kishte mjetet e veta që kontrollonte popujt e tjerë, dhe ato ishin gjumë. Ky ishte pushteti dhe fuqia e madhe që i kishte dhënë Allahu Sulejmanit. Por e fundit më, se tjeti po vëllai me Belkisën se myll dot, i dha tani a tha Hudhudi për Seben? A di vëlla që është Belkisa ishte shumë e mençur dhe e sinqert. Kishte e mençur, e bukur shumë, mbretëresh. Dhe e sinqert. A di për çfarë u bë sebeb Hudhud? Para se t'u bonte sebeb për Sulejmanin, u bë sebeb për Belkisën, që t'i vinte fati nëpërmjet Sulejmanit të dëgjonte kush ishte Zoti i gjithësisë. Dhe kur dëgjonte nga Sulejmani, të mahnitej që dielli ishte vetëm një gjë e vogël që ka kriju Zoti, që s'meriton kurfare adhurimi, pa adhurimin i duhet patjetërsisht atij që krijoi diellin,
një yll mesatar sot në universin që ne njohim, ka miliarda yje tjerë si puna e diellit, dhe këto janë vetëm galaktikën tonë, e cila përbëhet nga 200 deri në 400 miliard yje, dhe si galaktika jonë me 400 miliard yje ka miliarda galaktika të tjera, dhe pushteti i Zotit, fuqia e Zotit, gjithsecili për këtyre yjeve ka dash një precizitet, një harmonizim, një sinkronizim të jashtëzakonshëm për të bërë një yll dhe jo me miliarda dhe me miliarda galaktika, sa Hudhudi u bë sebeb që Belkisës t'i jepet një fat i madh që dikush t'i shpjegoj kush është Zoti i gjithësisë. Dhe për ta mbyllur, inshallah Zoti jemi të sinqert që na ka bërë sebeb në këtë podcast të ndajmë me vëllezër dhe motrat tona gjën më të shenjtë dhe më të madhe që ka kjo botë, përmendja e atij që i takon deri, lavdia dhe pushteti, dhe ky është Zoti i gjithësisë, i qofshim atij fal që na dha gjuhën për ta përmend emrin e tij të madh. Po inshallah rast që vjen folim për Belkisë, se na iku sabahu. Është, më thënë, nxorra dhe një mësim tjetër, që sa do i vogël ti jesh, mos i ndërso si është kaqet, siç ishte rasti Hudhudit që u bë shkak jo vetëm për udhëzimin e Belkisës, për të njoftur, por edhe për një popull të tërë. Po mos e shpjegoj historinë më. Nuk e shpjegoj. Nuk e shpjegoj sepse nuk e shpjegoj sepse e kemi lënë që i tha Hudhudit merr një pozicion që ato mos vrejnë. Do shpjegojmë letrën. Çfarë ndodh? Inshallah. Me leximin e letrës dhe si vepron historia më pas, do ta lejmë podcastin tjetër. Me lejet Zotit. Sot nuk po ngacmoj me dua, si e paqet. Edhe nuk e kam. Dhe shqyr Zotit po ndaj me Zoti na mëshiroj. Po ndaj me dëgjuesit derisa para se të fillonte, ishte vetëm me koll. Shqyr Zotit sa u ngranu me feni pushoi dhe kolla. Selam aleikum, shihemi podcastin e nesër. Zoti ju ruaj dhe sa më shumë dua ndër ditën e fundit. Amin.